محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të nderuar dhe të dashur vëllezër besimtar, siç më tash e dini, jemi në prag të festës së madhe të besimtarëve musliman. Zaten si besimtar musliman edhe nuk kemi shumë festa fetare, i kemi vetëm dy. Ato janë festa e Fitr Bajramit dhe festa e Kurban Bajramit. Dhe na ndajnë pak ditë deri në festën e Kurban Bajramit. Dhe festa e Kurban Bajramit, apo Bajrami në të cilin tashmë veç kemi hy me atmosferën festive, karakterizohet me therrjen e kurbanit. Dhe çdo njeri këto e din se në këtë Bajram është obligim për ata musliman që i kanë kushtet me therr kurban. Mirë po, qysh e konceptojmë, apo ma shkurt, qysh e kuptojmë na therrjen e kurbanit? Për çka therrëm kurban? Kjo pyetje është me vend me apo vetes, pse po therrë kurban? Përgjigjja e kemi tradit, e kemi adet, është përgjigje plotësisht e gabuar. E nëse një familje nuk e ka tradit edhe adet edhe s'kan therrë të parë të tyne, se kanë qenë të varfër, apo kanë qenë jo fetar, tash qysh do të me vazhdu traditën? Me thonë, e kem tradit mos me therrë. Pse therrim kurban? Ka disa përgjigje. E para, therrim kurban për me qunë vend fjallën Allahu te bareke wa taala që ka thonë fasalli li rabbike wanhar. Falo dhe për Zotin tën therr kurban, dhe për Zotin tën sakrifiko kurbanin. Dhe është obligim, është wajib me therr kurbanin ata të cilët i kanë mundësit materiale. Sa do të me pas mundësi materiale? Me pas mjete, me pas pare, të të nejtë ashtë sa kushton një kurban. Nuk do të me pas të 500, 1.000, 5.000, 50.000. Po nuk kam hiq, nuk e therr hiq. Edhe kur far problemi nuk është. E dyta, si e kuptojmë kurbanin, apo si e konceptojmë kurbanin. E dyta, therrim kurban për ta ringjall trashëgimin e begatshme të babait të pejgamberëve Ibrahimit alayhis salam. Sepse ai e bën një sakrifisë të madhe që besoj krejt e dini. Ai e mori kurban djalin e vet. E mori për me bo kurban djalin e vet Ismailin, se Allahu e urdhnoi. Tha me marr edhe me therr me bo kurban. E ai nuk i tha o Zote qyshe, unë që djali e kështu e fëmini këm pas më pleshnije me vonese, anena, knena. Edhe kur o bo djali për me ec, o bo pak i Zoti, Ibrahimi e përkatiti me gruan e vet, djalin e mori për dorë dhe doli, edhe po e çonte veni me therr. Ai po del i buzëqeshën djali. Edhe kur
U vetmuan ata dy po bojnë bisedë si burrat pjekun, edhe pse Ismaili ishte i vogël, e Ibrahimi tha, o birim, mu më ka urdhnu Allah, tha ty me të bo kurban. Fëndhur ma dha të ra. E ti këshire tash, apo ta mërmenja ty. Mu Zoti më ka urdhnu. Wallahi me pas kon fëmija i sodit, krejt media ti kish pute dera e shpis, kish thonë u çmend baba. U tranue. Edhe i tha, o bab, çaje tha në ven urdhën e Zotit tënë. E une, se të gjiduni min e sabirin, e mua kime pa që kam e kanë, nëse Allahu dënë, kam e kanë për i dorimtarve, për i sabërlive, kam e durun këtë sprovë. Edhe kur e shtriju, mos me zgjatë shumë, kur e shtriju krejt, po dënë me e therë, me sakrifiku djalin, Allah e thirë, tha, e qove në vend, urdhnin ton, o Ibrahim. E qove në vend. Urdhnin ton, o Ibrahim, edhe Allahu qka ja zavëncaj me një kafsh, me një kurban të madh, kanë birin, edhe shpëtoj Ismailin nga therja. E tash, ai e ka qunë venin e therjes djalin, e sot disa besimtar musliman, ende hezitojnë, ende neglizhojnë çështjen e kurbanit. Ende neglizhojnë edhe bile, janë bo disa të knushëm, më thojza, e thojnë hoxh, a ka nëj fal lehtësimi dyqysh, mos me therë çdo vjet. Po more mos e therë, qysh s'ka lehtësim? Dhe ma lehtësim është me therë. Ma lehtësim është me therë, se qënë vend fjallën e Allahut, e rinjallë trashëgimin e babajt të pejgamberëve Ibrahimit, edhe shka e praktikon traditën, sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, sepse Enesi radhiyallahu anhu thot pejgamberi alayhi salatu wassalam i therri dy kurban, dy desh të majm, të mdhej, me brir, edhe të trash, me ngjyrë të bardhë, me pulla apo me pika të zeza ka pak, me dorën e tij të bekuar. E therri të parin edhe tha, Bismillah, Allahu Akbar, në emrin e Allahut, Allahu është më i madhi, Allahu me taqabbal minni wa ahle bejti, o Allah, pranoje prej meje edhe familjes sime. O kryi i pari. E solli të dytin, normal, këtë dytin nuk e kalon me këshirë të parin sikur të na. Se na jem kallablak, elhamda, edhe për i therëm 4-4, për shembull dikush, e shkon i lën ran ata krejta të viktimizohen, të e po ata të u therë. Çfarë do të me bo? Ata do të më shef, s'bën ata me pa kurbanin të u therë. Se sa herë të shohin kurban të u therë, çfarë herë i ke therë ata? Edhe e ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë mos i therrni shumë herë, veç një herë therrni. E mori kurbanin e dytë, e shtriu edhe çka prap tha me emrin e Allahut, Allahu është më i madhi. O Allah tha, pranoje këtë kurban. Pranoje këtë kurban për umetin tim, të cilët kanë dëshmuar ty se je Zot i vetëm, që meriton të adhurohesh. E preu apo e therri kurbanin për ata musliman të cilët nuk i kanë kushtet. Kështu që, si ti që e therë, e je i pasën, si ai që nuk e therë është i varfën, njëjtë. Ti e ke therë këta, ai e ka kurbanin që e ka therë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra e ka therë për umetin e tina para sa gati 1500 viteve. Tjetër, çu e kuptojmë apo çu e konceptojmë kurbanin? E konceptojmë si adhurim, si ibadet që e bojna vetëm për Allahun. Se Allah ka thonë, thuaj, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaja wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Që do të thot, thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime, vdekja ime janë thjesht për Allahun, Zotin e bodhve, që nuk ka shok, që nuk ka të ngjajshëm si kuraj. Kështu unë jam i urdhëruar dhe unë jam i pari i cili i dorëzohem Allahut. I pari prej muslimanëve.
Kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra e dëshmojmë njëshmërinë e Zotit. I themi Zotit, o Zot, vetëm për ty e therrë kurbanin. Po që dikush po bën pyetje, a bën me therrë për pejgamberin? Jo s'bën. A bën me therrë për çabën? Jo s'bën. A bën me therrë për xhamin e pejgamberit? Jo s'bën. A bën me therrë për një hoxh se i shkoni devotshëm? Jo s'bën. Për një mifti se i shkoni devotshëm? Jo s'bën. Për dikën e për kurbane vllazni ekskluzivisht therrët vetëm për Allahun. E dikush una Zot e therrë aty në temel të shtëpisë, dikush atje te varret, dikush te tyrbet, te teçet, krejt këto gjana të refuzuara edhe banalizohet kush kurbani. Nuk therrët për askan, vetëm për Allahun xhalla shanuhu therrët kurbani. S'ka të njëri mira evlia, ku ta diun e çka. Tjetër, kurbanin e therrim për me i gëzu pak edhe të tjerët, sepse manifestojmë humanitetin, solidaritetin, se e shpërndajmë kurbanin. Nuk është pa tjetër vllazën 3 pjesë, se po i dëgjoj shumë tuk e thonë, duhet me ndonë 3 pjesë kurbanin. Pse me ndonë 3 pjesë? Që unë s'po duhe me nalë për veti, që pja do kejtë fukarave, kejtë në regull është. Po që unë s'po ha kur mishe, që ta shumë edhe reni me prej një kurban, po du me hongër veç me familjen tem, hajet boft mirë. Po jo po du kushëreve, pja kushëreve. E po qyshe ma mirë, tradita suneti është me ndonë 3 pjesë. Jo se kur të populli jo, në atje eshnë atë thundra të që atje bishtin, ja qesin fukarave, e ato 2 kom të trasha atë shpirtit vetë, e do kushëreve që atje për parat do bri, që aty pak diçka. S'natë kështu, e qysh me ndonë 3 pjesë e ndonë, si me shartë e bënë, kuna ti bjen për fukarat, kuna ti bjen aty në tafrëm, 1 pjesë e nalë për vete, edhe qështu është. Kjo është sunet i pejgamberit. Ama edhe me shpërnda kejt, është në regull, edhe me nalë kejt, është në regull. Edhe me ndalë kejt, është në regull. Edhe bëmi pak ma human me solidar, edhe na bjen men të nej, që dikush 1 vit të tërë, nuk ka mish në sofrën e ti, përveç në Kurban Bajram, e na bjen men të nej edhe në her tjetër, kur të blejmë na se në luksoze, ka pak me nda. Me nda 1 pjesë për kënë, për fukaron, për veti, se këto që e merë, e hanë, e pinë, e konsumën, kjo smetet kurgjë. A që ato që e jep, qka ato e jep për veti, që ajo ka me të mbetë. Kështu që edhe kur të blejë një harqë kështu adëm, done 1 pjesë për veti, done duke adhon të tjerve, ja jep 1 vetës, investoni, sepse do të gjeni tek Allahu, te bareke wa ta'ala. Andaj e lësë Allahun e madhruar, që na mundson neve dhe juve me bo punë të mira gjatë tyre ditëve, na mundson neve me therë kurbanin 1, 2, 3, sot kish mundësi therë, kur farë problemi nuk është. Kur farë problemi nuk është, absolutisht. Edhe me shpërnda, edhe me i gëzue, edhe ata të cilët, sinqerisht për thëmë, ende ka që mishin e shohin sofrat e ty në 2 vit, për Fitr Bajram edhe për Kurban Bajram. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft, e me po punë të mira dhe të mara, Allahu na mundsoft dhe na lehtësoft. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pastaj të nderuar vëllezër, dëgjoni me vëmendje, sepse ende po bëhen pyetje, hoxh më fala, bën një pyetje po, kur duhet me therë kurbanin për të vdekur? Edhe nuk e di, veç e di që hoxhallarët nuk e kanë dhënë këtë fetva, kush e ka dhënë nuk e di, po në disa pjesë të Kosovës son të dashur, dikun ma pak e dikun ma shumë, kurbanin pendojshin 2 pjesë. Kurbani për të vdekur natën e Bajramit për thershin, e kurbani për të gjallë ditën e Bajramit. Të lifar bidati, të lifarisie, qka s'nje njëri. Unë e spjegova që ka thirë pejgamberi a.s. Dhe na fen nuk e marrëm me traditat e kësaj pjese apo asaj pjese. Na fen e marrëm qysh na mësën Allahu dhe qysh na ka mësu pejgamberi a.s. Dhe kush lexon literaturën islame, nuk e gjen kur
në literaturën islame se ka kurban enkas për të vdekur dhe ka kurban enkas për të gjallët. E qysh është kurbani? Kurbani është bashkë për të gjallët edhe për të vdekurit një herë. Nëse më keni dëgju me vëmendje, kur e ka bo njetin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka tha? Allahumma taqabbal minni wa ahla beyti. O Allah, pranoje prej meje dhe familjes sime. Amo nuk tha familjes sime të gjallë, as familjes sime të vdekur. Po familjes sime hynë të gjallët, hynë edhe të vdekurit. Besoj që jam i qartë. Pra, kurbani që therrët për të gjallët edhe për të vdekurit. A nuk ekziston në islam kurban enkas për të vdekurit. Kurban enkas për me amor shpirtin babës, se që një 2 muaj ditë për në spitale s'pe i del shpirti. Hoxha, bëm bre diqysh, nuk përmërët me thonë, edhin të qojmë anena, po pak të një muajna, hoxh, pa t'ja letësojna. O e kanë qëllimin, o është me ta morë shpirtin djemt, edhe qikat. Po s'po mujnë ndryshe, nashta me kurban me 200 erët kur ta lisin qojnë të vorët. Pse bre, pa i vallaj po mdhimet baba, s'po dhimet baba, po dhimet vete, se do të me nejt e koka aty. Do të me nejt e koka, e do të me i shërbyje. E nuk ka kurban për me amor njerëz e shpirtin. As nuk ka kurban, s'po muj mu martu të therën i kurbane, nashta që kë kurban, e nashta kurbani vetë s'ka mujt mu martu i gëzumi, shkën beqar në dënja, e kë kurbanin, nashta më del në fakat dikon. Pse me dele do mu martu t'ja? Qysh therë dashim me dal në faka, ku? Me dal në i dele, që ka po lypë? Andaj me pas kujdes pra, mos bëni gjana që nuk kanë bazë në fe. Mos bëni gjana që nuk kanë bazë në fe. E lësë Allahun te bareke ve taala na mundson neve dhe juve me i qunë vend urdhnat e Allahut, edhe me kënaq Allahun me punët tona. Allahu na falt, Allahu na udhëzoft, edhe të gjithve në punë të mira dhe të mara, në punë që i donë Allahu, Allahu na bashkoft. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.